Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Daltsin, mim. Të këto janë ajetet e librit të qartë. A mos vallë o Muhamedi don ta shkatërrosh veten, nga sa ata nuk duan të besojnë. Sikur të donim ne, do të zbritim në ta, nga qielli, një mrekulli, para se cilës, ata do të përullin kokat e tyre. Dhe, atyre, nuk u ka ardhur kurfar këshille ere prej mëshiruesit e që të mos jenë shmangur nga ajo. Ata, me të vërtetë, e kanë përgjigjëstruar këtë këshill, andaj, do t'i arrijë ata, me siguri përfundimi i asaj, me të cilën janë tallë. Vallë, a nuk shohin ata që në tokë, ne kemi bërë të mbinë sa lloje çiftebimesh të mrekullueshme? Me të vërtetë, në këtë ka argument, por shumica e tyre njerëzve nuk kanë besuar. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Përkujtoju atyre, o Muhamedi, kur Perëndia i thëriti Musait, shko te populli zullumçar. Populli i Faraonit, vallë, a nuk po i dëruajnë ata Perëndisë? Musa i tha, o Zoti im, unë kam frikë se do të me konsiderojnë gënjeshtar. E zemra po me ngushtohet dhe gjua nuk po me zhvillohet, andaj, dërgoja pejgamberllëkun edhe Harunit. Unë jam edhe përgjegjës ndaj tyre për një gabim bytjen e një kopti, andaj kam frikë se do të me vrasin. Perëndia tha kursesi, nuk do të vrasin, por shkoni që të dy me argumentet tona. Me të vërtet, na jemi me ju dhe dëgjojmë. Shkoni te Faraoni dhe i thoni, na jemi pejgamberët e Zotit të botërave. Lejoni bijtë e Israelit që të vinë me ne. Faraoni tha, vallë, a nuk të kemi rritur ne, me mesin tonë si fëmijë, dhe ke qëndruar në mesin tonë shumë vjet e jetës tënde, dhe ke punuar atë veprën e keqe tënde, të cilën e ke punuar, e ti madje, je edhe jo mirënjohës. Musa i tha, e kam punuar atë vepër kur nuk kam qenë i udhëzuar para profetnisë. E kam ikur prej jush, nga se jam friksuar prej jush, e Zoti im më dhuroi mençurinë dhe më bëri pejgamber. A është mirësi ajo që po më bëni vetëm mua, ndërsa Israelitët i bëre skllav? Faraoni pyeti Musain, e që është Zoti i gjithë botërave? Musai u përgjigje, ai është Allahu Zoti i qiejve dhe i tokës, dhe çka gjendet në mes tyre, nëse besoni. Faraoni u tha atyre rreth vetes, vallë, a nuk po dëgjoni ju? Musai tha, ai është Allahu Zoti juaj dhe Zoti të parëve tuaj. Faraoni tha, me të vërtetë, pejgamberi juaj, që u është dërguar, është i çmendur. Musai tha, ai është Allahu Zoti i linjës dhe i perëndimit, dhe asaj që gjendet në mes tyre, nëse mendoni. Faraoni tha, nëse ti merr për Zot tjetër kë, pos meje, unë, me siguri, do të hedhë në burg. Musai tha, vallë, e bën atë edhe pasi të kam sjell mrekullit të qartë. Faraoni tha, demonstrojë pra, nëse thua të vërtetën. E Musai e lëshoi shkopin e vet në tokë, e ai u shndërua në gjapër të vërtetë. Pastaj, nxori dorën e vet nga xhepi, kur ajo u bë e bardhë para shikuesve. Faraoni u tha parisë së tij, që i kishte përreth, ky, me të vërtetë, qenë ka magjistar i dishëm, i cili me magjitë e veta don t'ju dëbojnë nga toka juaj, e çfarë komandoni ju? Ata u përgjigjen, lëre këtë dhe vëllain e tij, e dërgoni nëpër qytetet që ti t'u bojnë. Të gjithë magjistarët e dishëm, e leti i sillin ty. Dhe u të bua magjistarët në kohën e ditës së caktuar. E popullit i u tha, a jeni të buar, që të shkojnë pas magjistarëve, nëse ata do të jenë fitues. Kur erdhen, magjistarët i thanë Faraonit, me të vërtetë do të shpërblehemi ne, nëse bëhemi fitues. Faraoni u përgjigj, po, do të jeni atëherë, edhe ndër të afërmit e mi. Musai u tha atyre, hodheni atë që doni ta hodhni. Dhe ata hodhën konopët e tyre dhe shkopinjtë e tyre dhe thanë, pasha madhrinë e Faraonit, na, me të vërtetë, do të jemi fitues. Pastaj, Musai hodhi shkopin e tij, e shkopi i tij i ka përdhiu për njerësh, ato që i patën prodhuar ata rreshëm. Dhe magjistarët ranë në tokë duke bërë sejdë, dhe thanë, na besojmë me Zotin e gjithësisë, Zotin e Musait dhe të Harunit. Faraoni tha, i besuat atij para se t'ju lejoja juve. Me të vërtetë, ai është i madhi juaj, i cili ju ka mësuar juve magjitë. Ju do ta dini, unë, në të vërtetë, do t'ju këpuzë duar dhe këmbët tuaja të thorazi dhe do t'ju varë të gjithëve. Magjistarët thanë, çka gjë? Na do të kthehemi te Zoti ynë. Na shpresojmë se Zoti ynë do të na falë mëkatet tona, me që jemi besimtarët e parë. Dhe na ja shpallën Musait, ti ec natë me robërit e mi besimtarët, por do të jeni të ndjekur prej mohuesve. Dhe Faraoni dërgoi njerëz nëpër qytete, tu buz të ushtarëve, duke thënë, me të vërtetë, këta janë një grup i vogël, të cilët na kanë pëzmatuar neve, por ne të gjithë jemi të gatshëm. Dhe na i kemi dëbuar ata Faraonin dhe shoqërinë e tij prej kopshtjeve dhe lumenjve, nga thesaret dhe nga pallatet e mrekullueshme. Ja, kështu ka qenë, dhe këtë na ja dham trashëgim bijve të Izraelit. Dhe ata populli i Faraonit në mëngjes ju afruan atyre Israelitëve. E kur e pan njëra,
Tjetrën shokët e Musait thirrën me të vërtetë në allëzum shtarët e faraonit. Musai i tha kursesi: "Me të vërtetë me mua është Zoti im. Ai ma tregon rrugën mua." Dhe ne i shpallëm Musait bjeri me shkopin të ndetit. Ai ra e deti u nda dhe çdo pjesë e tij u bë si kodër e madhe. Dhe ne, atëherë, atë ja afruam ata të tjerët. E Musain dhe të gjithë ata që ishin me të i shpëtuam. Dhe pastaj të tjerët i fundosëm. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Dhe tregoi atyre lajmin për Ibrahimin. Kur i tha babës e vet dhe popullit e vet, çka adhuroni ju? Ata u përgjigjen: adhurojmë idhujt dhe për herë u jemi të prirur atyre. Ibrahimi tha: a ju dëgjojnë ata juve kur t'ju luteni? Ose, a mund t'ju sillin dobi apo dëm? U përgjigjen: jo, por i kemi gjetur të parët tanë që vepronin kështu. Ibrahimi tha: a po vereni ju se ç'po adhuroni? Ju dhe të parët tuaj të lashtë. Me të vërtetë, ata janë armiqet e mi. Nuk më është armik Zoti i gjithësisë, i cili më ka krijuar dhe më udhëheq në rrugë të drejtë, dhe i cili më ushqen dhe furnizon me ujë. Kur të semuhem, ai më shëron, dhe i cili do të bëj që të vdes e pastaj do të më ringjall, dhe i cili shpresoj se ma falë gabimin tim me ditën e Kiametit. O Zoti im, më dhuro dieni dhe më radhit me të mirët, dhe bën që të përmendem për të mirë të gjenerata të ardhshme, dhe më bën trashëgimtar të xhenetit të dhuntie, dhe falja mëkatet babës tim, sepse ai ka qenë njëri nga të humburit, dhe mos më turpëron në ditën kur do të ringjallën njerëzit, në ditën kur nuk do të bëj dobi as pasuria as djemt, por do të bëj kënd dobi vetëm ai që vjen me zemër të pastër te Perëndia. Dhe xheneti do t'u afrohet besimtarëve, ndërsa xhenemi do t'u dëftohet mohuesve, dhe do t'ju thuhet atyre ku janë ata që i adhuronit ju. E jo Perëndin? A mund t'u ndihmojnë aty juve, ose a mund t'i ndihmojnë edhe vetes? E do të hudhen në zjarr ata rinit e tyre dhe mohuesit, dhe ushtria e iblisit të gjithë së bashku, dhe ata në xhenem grindeshin në mes vete e thonin: Pasha Perëndin, me të vërtetë, ne kemi qenë në humbje të qartë. Kur juve vinive u kemi barazuar me Zotin e gjithësisë. Vetëm mëkatarët na kanë mashtruar neve. Nuk kemi asnjë ndërmjetësues te Perëndia, as mik të ngushtër, sikur të ktheheshim përsëri në jetë e të bëhemi besimtar. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtar. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Populli i Nuhut i konsideronte gënjeshtar pejgamberët. Kur vëllai i tyre, Nuhu tha: "Vall, a nuk i druani ju Perëndisë? Me të vërtetë, unë jam pejgamber i besuar për ju. Andaj, druani Perëndisë dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. Andaj, druani Perëndisë dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje." Ata thanë: "Vall, atë besojmë në aty, kur ty po të pasojnë të ulëtit." Nuhu tha: "Unë nuk di çka kanë punuar ata. Llogaria e tyre është vetëm te Zoti im, dini ju. Unë nuk do t'i dëboj besimtarët. Unë jam vetëm paralajmërues i qartë." Ata thanë: "Nëse nuk të riqesh nga këto, o Nuh, me siguri do të goditesh me gur." Nuhu tha: "O Zoti im, me të vërtetë, populli im e konsideron për gënjeshtar. Andaj, ti, gjyko mes meje dhe atyre, dhe më shpëto mua e besimtarët që janë me mua." Dhe na e shpëtuam atë dhe ata që ishin me të në barkën e ngarkuar plot, e pastaj të tjerët i fundosëm. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Ati konsideronte gënjeshtar pejgamberët. Kur vëllai i tyre, Hudi, tha: "Vall, a nuk i druani ju Perëndisë? Me të vërtetë, unë jam pejgamber i besuar për ju. Andaj, druani Perëndisë dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. A mos vallë në çdo kodrim po ngrini ju godim përmendore për të tallë me kalimtarët, dhe ngrini pallate luksoze, thuas do të jetoni gjithmonë. Kur dënoni, dënoni si absolut. Andaj, druani Perëndisë dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Dhe duani atij i cili u ka dhuruar juve ato që i dini. E dhuron juve bashkëti pasuri dhe fëmijë, edhe koshtije dhe burime. Unë, me të vërtetë, druaj për ju dënimin e ditës së madhe." Ata thanë: "Për ne është një lloj, na këshillove ti neve, ose nuk na këshillove. Këto janë vetëm duket e popujve të lashtë. Ne nuk do të jemi të dënuar." Ata e konsideruan gënjeshtar atë Hudin, andaj ne i shkatëruam ata. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Dhe Thamudi konsideronte gënjeshtar pejgamberët. Kur vëllai i tyre, Saliu, tha: "Vall, a nuk i druani ju Perëndisë?
Me të vërtet, unë jam pejgamberi i besuar për ju. Andaj, druani Perëndisë dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. Vallë, a mendoni ju se do të leheni këtu të sigurt? Në kopshtie dhe pranë burimeve, në të lasha dhe pa me humesh, me frute të shishme. Ju po kthen në shtëpitë në malë me mjeshtri të shkath. Andaj, druani Perëndisë dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje, dhe mos dëgjoni urdhërat e atyre që e teprojnë në të keqe, të cilët bëjnë gatresa në tokë e nuk përmirësojnë asgjë. Ata thanë, ti je vetëm njeri nga të magjepsurit. Ti je vetëm njeri, ashtu si ne, andaj na sjellni mrekulli nëse thua të vërtetën. Sali u tha, ja, kjo është devja dokument për të kapje ujë në ditë të caktuara e për ju në ditë tjetër të caktuar. Dhe mos i bëni kurfar të keqe asaj, se ju godet dënimi i ditës së madhe. Por ata e therrën atë e pastaj u penduan, dhe i goditi dënimi ata. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Populli i Lutit i konsideronte gënjeshtar pejgamberët. Kur vëllai i tyre, Luti, tha, vallë, a nuk i druani ju Perëndisë? Me të vërtetë, unë jam pejgamber i besuar për ju. Andaj, druani Perëndisë dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. Vallë, ju, pos botës tjetër, u qaseni mashkujve, e i leqitni gratuaja, të cilat Zoti juaj i ka krijuar për ju. Ju, me të vërtetë, jeni popull që kaloni çdo kufit e së keqes. Ata thanë, nëse nuk të riqesh nga këto, o Lut, me siguri do të jesh i dëbuar. Luti tha, unë, me të vërtetë, në veritem për atë që bëni ju. O Zoti im, më shpëton nga dënimi, mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata. Dhe ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij, të gjithë, pos plakën gruas së Lutit, e cila mbeti me të tjerët. E pastaj, të tjerët i shkatruam, dhe ne ta lëshuam shitet meshëm, kursh, e sa që i shëmtuar që është ai, për ata që janë paralajmëruar. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Edhe banorët e Jeketit i konsideronin gënjeshtar pejgamberët. Kur Shuajbi tha atyre, vallë, a nuk i druani ju Perëndisë? Me të vërtetë, unë jam pejgamber i besuar për ju. Andaj, druani Perëndisë dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Për këtë unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. Plotësoni matjen dhe mos u bëni nga ata që mungojnë në matje, dhe peshoni me terezi të drejtë, dhe mos u apaksoni njerëzve gjërat e tyre, dhe mos bëni nga teresa në tokë, dhe druani atij, që u ka krijuar juve dhe gjeneratat e mëpashme. Ata thanë, ti je vetëm njeri nga të magjepsuarit. Edhe ti je vetëm njeri si ne. Na ty, me të vërtetë, të konsiderojmë gënjeshtar. Andaj, lëshoj mbi ne një copë nga qielli si dënim nëse thua të vërtetën. Shuajbi tha, Zoti im, di më së miri atë që punoni ju. Dhe ata vazhduan ta përgënjeshtrojnë atë, e i goditi ata dënimi i rejse të meshme. Me të vërtetë, ky ishte dënimi një ditës së madhe. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Dhe me të vërtetë, ai Kurani është shpallja e Zotit të gjithësisë. Atë e ka sjell shpirti i besueshëm Xhebraili në zemrën tënde që të bëhesh nga ata që paralajmërojnë, në gjuhën e qartë arabe. Dhe, me të vërtetë, ai Kurani është përmend në librat e pejgamberëve të mëpashëm. Vallë, a nuk ka qenë dëshmi për ta ajo, atë që e kanë ditur dietarët e bijve të Israilit? Sikur t'i ja shpalnim atë Kuranin edhe ndonjë jo arabi, e t'ju a lexonte ai, ata përsëri nuk do të kishin besuar. Ja kështu, na, ua kemi shpje mohimin e zemrat e mëkatarave. Ata nuk do të besojnë atë, përderisa të mos e shijojnë dënimin e dhëmshëm. E do t'ju rje dënimi atyre pa pritmas, e ata nuk do ta hetojnë ardhen e dënimit. E do të thonë, a do të na jepet thafat? A mos vallë, ata po e shpejtojnë dënimin ton. Çka mendon ti, nëse ne u japim atyre që të kënaqen disa vjet, e pastaj ti godet ata ajo që u është premtuar dënimi. Nuk do t'ju vlej asgjë atyre ajo me të cilën janë kënaqur. Ne nuk e kemi shkatëruar asnjë vendbanime që të mos ketë pasur paralajmërues. Këshill për ta që të kthehen në rrugën e drejtë, e ne nuk kemi qenë të padrejtë. Atë Kurani nuk e kanë sjellë djajtë. As që u përket ai, atyre as që mundën atë. Ata djajt, me të vërtetë, janë të larguar nga të dëgjuarit e shpaljes. Andaj, pos Perëndis mos alluro tjetër Zot, e të bëhesh nga ata që do të dënohen. Dhe paralajmëroje farëfisin tënd me të afërm, dhe banuj butë ndaj besimtarëve që të pasojnë ty. Nëse nuk të dëgjojnë ty, thuaju, unë jam i pastër nga ato që punoni ju.
dhe mbështetu në të plotfuqishmin dhe mëshiruesin, i cili të sheh kur ti erin e këmbën në namaz, dhe i cili sheh përkulljen tënde në mesin atyre që bëjnë sejdë, sepse ai, me të vërtetë, i dëgjon të gjitha dhe di të gjitha. A doni t'ju tregoj se kujt i vjen djalli? Ata i vinë çdo gënjeshtari, mëkatari. Ata përgjojnë e të shumtën e rasteve janë gënjeshtarë. E vjeshtëtarët i pasojnë të humburit. Vallë, a nuk sheh ti që ata bredhin në çdo lugin i shohin në gjithë fare lloj bisedash, dhe që flasin atë që nuk e punojnë, pos atyre vjeshtëtarëve që kanë besuar, që punojnë veprat e mira, e përmendin shumë Perëndinë që ndihmuan, pasi u është bërë pa drejtësi. Me të vërtetë, zullumçarët do ta dinë se në çfarë mundimi do të kthehen pas vdekjes.